Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kush ha kos çdo ditë duhet urgjent ta dëgjoj këtë, do ngeleni pa fjalë. Kosi është konsumuar nga njerëzit për qindra vjet. Ai dallohet për vlerat e tij të larta ushqyese dhe konsumi i rregullt do të sjellë përfitime të konsiderueshme për shëndetin tuaj. Kos për humbje peshe. Për disa, dëshira për të humbur në peshë mund t'i bëjë ata të kthehen në çfarëdo lloj zgjedhjeje, qoftë një ushtrim ndërtues me palestrën, apo vëzhgimi i dietës së tyre, apo zakonisht një kombinim i këtyre gjërave. Sa i përket të dietës më të shëndetshme, kosi nuk është i rastësishëm në programin dietik të shumë dietologëve. Kos për një zorë të shëndetshme. Shëndeti i zorrëve mund të mos jetë diçka për të cilën ju mendoni shpesh, por është thelbësor për të mbajtur një mënyrë jetese përgjithsisht të shëndetshme. Zorrët tona janë përgjegjëse për tretjen e ushqimit dhe thithjen e lëndëve ushqyese. Ndaj është thelbësore që ajo të funksionojë siç duhet. Një gjë e cila mund të ndihmojë në këtë proces është kosi. Kockat më të forta. Nëna juaj gjithmonë thoshte të pini qumësht për të patur kocka më të forta. Ndoshta ndryshe nga shumë gjëra të tjera kjo ishte e vërtet, por mund të ketë harruar të thotë se edhe kosi gjithashtu mund të ndihmojë në kocka të forta. Produktet e qumshtit sipas ekspertëve, duke përfshirë këtu edhe kosin, janë burime të shkëlqyera të cilat do të ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit tuaj. Gjithashtu kosi është i dobishëm për ata të cilët vuajnë nga osteoporoza. Kosi për një humor më të mirë. Në mes të stresit të përditshëm të punës apo çfarëdo lloj gjëje tjetër që mund të ketë luhati në humorin ton, ka disa mënyra klasike për ta përmirësuar humorin. Ushtrimet dhe gjumi i mirë janë një ndër zgjidhjet më perfekte, por edhe ngrënia e kosit. Kosi është një përforcues i mrekullueshëm i humorit. Sistemi imunitar më i fortë. Në ditët e sotme është më e rëndësishme se kurrë që të kemi një sistem imunitar më të fortë. Një nga mënyrat për të luftuar të gjitha mikrobet dhe për të forcuar sistemin imunitar është që ju të konsumoni probiotik, të cilët gjenden pikërisht në kos. Duke ngrënë kos çdo ditë, ju ushqeni traktin gastrointestinal me baktere vërtet të shëndetshme. Këto baktere të shëndetshme parandalojnë bizotërimin e atyre të këqijave, gjë e cila çon në përmirësimin e shëndetit të zorrëve dhe të sistemit tuaj imunitar. Ndërkohë, çfarë duhet patur kujdes? Konsumi i përditshëm i kosit, përveç të mirave të tij, mund të ketë efekte negative, si për shembull, konsumimi i përditshëm i sheqerit. Një nga disa avantazhet e kosit që ju mund të gjeni në treg është se disa marka janë të mbushura me sheqer, i cili përfshihet në parfume apo në shurupe që shtohen për të krijuar një gamë të gjerë shijesh. Zgjidhni një kos të thjeshtë dhe shtojeni frutat tuaja për të minimizuar rrezikun e sheqernave të fshehura. Mund të përkeqësojë problemet gastrointestinale. Ndërsa konsumimi i kosit mund të jetë i dobishëm për shëndetin e zorrëve, ai gjithashtu mund të dëmtojë sistemet më të ndjeshme të tretjes. Nëse jeni intolerant ndaj laktozës ose nëse produktet e qumshtit ju fryjnë, atëherë shmangni kosin. Kosi mund të kontribuojë gjithashtu në një gjendje të quajtur rritje bakteriale e zorrëve të vogla. Ndërkohë, nëse do të kishte një ushqim të cilin mund ta hani pa problem, ai me patjetër që është kosi. Një lugë e thjeshtë i shoqëruar me mjalt apo me fruta të freskëta ose arra, janë të lehta dhe ju mund ta përzjeni në çfarëdo lloj gjëje. Këtu ju do të gjeni të gjitha arsyet se pse duhet ta konsumoni kosin çdo ditë. Ju merrni të gjithë kalciumin që ju nevojitet me kos. Ju mund të jeni të rritur dhe nuk keni nevojë për kalcium që merrni nga qumshti, por ai mbetet thelbësor për trupin tuaj.
Nëse shmangni qumshtin sepse jeni intolerant ose vegan, mund të keni mungesë kalciumi. Nëse mundeni, siguroni që të hani një kos në mënyrë që të mos keni nevojë që të merrni një shtesë. Ju do të keni një humor më të mirë. Mikrobioma e zorrëve informon trurin se është i qetë kur ndjen ekuilibrim. Kur ka atë që i nevojitet, trupi juaj nuk ndihet i kërcënuar. Hulumtimet kanë treguar gjithashtu se ngrënia e kosit 2 herë në ditë forcon në zonat e trurit të cilat janë të lidhura me emocionet. Hani kos dhe kockat tuaja do t'ju falenderojnë. Gratë në veçanti janë më të prirura për të përjetuar humbjen e dendësisë kockore. Për fat të mirë, një filxhan me kos çdo natë është mjaftueshëm për t'i mbrojtur ata duke marrë njëkohësisht kalcium, proteina, kalium, fosfor dhe vitaminën D. Hani çdo ditë dhe do të zvogëloni shanset për të përjetuar osteoporozën. Ju humbisni peshë. Sipas nutricionistëve, nëse hani kos çdo ditë, ju do të rrisni shanset për të përjetuar humbje në peshë. Proteina ju ngop dhe pakson ushqime gjatë ditës, ndërsa ka studime të cilat lidhin përqindjen e peshës së ulët dhe yndyrës me konsumin e kosit. Këto janë arsyet më të forta pse ju duhet të hani kos çdo ditë. Kosi është një nga produktet më mirëbërëse si për të rriturit, ashtu edhe për fëmijët. Ai prodhohet nga fermentimi i qumshtit dhe është i pasur me proteina, kalcium, vitamin B6 dhe B12 dhe probiotik. Nëse kjo larmi për fitimesh nuk ju bind mjaftueshëm, atëherë dëgjojeni këtë video deri në fund. I bën mirë stomakut. Kulturat e gjalla të pranishme tek kosi janë efikase kundër konstipacionit, diarres, inflamacionit të zorrëve, sëmundjeve të zorrës së trashë e të tjerë. Këto probiotik përforcojnë imunitetin dhe e mbrojnë stomakun tuaj nga infeksionet. Osteoporoza. Brishtësia e kockave vjen si pasojë e ndryshimeve hormonale dhe mungesës së vitaminës D dhe kalciumit. Kosi është i pasur me kalcium dhe konsumi i tij i rregullt përmirëson strukturën tuaj të kockave. Tensioni i gjakut. Studimet gjithashtu kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë aftësinë të rregullojnë tensionin e gjakut dhe me sasinë e duhur të produkteve me pak yndyrë, rreziku i tensionit të lartë në gjak bie me 50%. Pesha. Sipas ekspertëve, kosi është ideal edhe për të kufizuar kaloritë tuaja. Ai shuan urinë dhe nepsin për ushqime të ëmbla. Pasi përthithet kalciumi nga kosi ndikon që qelizat e yndyrës të ulin prodhimin e kortizolit, ndërkohë që aminoacidet djegin yndyrën e tepërt. Rekomandimet gjithnjë vlen këtu për kosin me pak yndyrë. Skuqjet e lëkurës tek bebet. Kosi është ideal për lëkurën e ndjeshme të bebeve. Atë ju mund ta përdorni për të trajtuar skuqjet në lëkurë, të cilat janë të shkaktuara nga pelenat. Vitaminat. Kosi përmban fosfor, kalium, jod, zink, vitamin B5 dhe B12. Kjo e fundit është një vitaminë shumë e rëndësishme për rruazat e kuqe të gjakut dhe për sistemin tuaj nervor. Ndërkohë, ndihmon edhe në shëndetin e lëkurës. Ai përmirëson lëkurën, shtrëngon pore dhe jep lëkurës elasticitet dhe shkëlqim. Kosi është i dobishëm kundër simptomave të plakjes, ankthim më i keq për shumë femra. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.